Zelenski parajmëroi për rrezikun e një lufte të tretë botërore. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski deklaroi se kishte parajmëruar presidentin amerikan Donald Trump për rrezikun e një lufte të tretë botërore dhe për mundësinë që Vladimir Putini të dërgonte trupa të tjera. Në një intervistë Zelenski theksoi se kishte shprehur shqetësimin e tij për një sulm të mundshëm ndaj Iranit dhe për përshkallëzimin global të konfliktit, por sipas tij stafi amerikan nuk kishte marrë seriozisht parajmërimet. Rusia ka filluar të mbështesë regjimin iranian me dron, ajo gjithashtu ndihmoi me raketa dhe sistemet e mbrojtjes ajrore. Pyetja që lind është se cili vend do të jetë i pari që do mbështesë regjimin iranian me trupa, ashtu si Korea e Veriut dërgoi 10.000 ushtarë në Rusi, të cilët mund të përdoren në Ukrainë. Një gjë e gjashme mund të ndodhë në Iran, ku Rusia mund të dërgojë trupa të Zelenski. Ai theksoi se situata është kritike dhe se veprimet e mëtejshme mund të kenë pasoja serioze për stabilitetin rajonal dhe global.